Sipas burimeve do të jetë një takim me dyert të mbyllura, por nga ana tjetër të gjitha ato se çfarë ka ndodhur, pasi në Pogradec përpos të dy dokumentave Besës dhe Pranisë Besnike, e cila kjo e fundit është një dokument partijak, një strategji për sa i përket partisë, zoti Rama ju ka dhënë edhe dokumentin të printuar për sa i përket Mirror Albania apo Pasqyrë Albania, për sa i përket një platforme të transparencës të qeverisë, ku në një sektor Flamingo Albania, qytetarët do të kenë mundësi të zhvillojnë dhe të shkruajnë apo të vendosin të gjitha ankesat e tyre dhe më pas të ndjeken po në të njëjtën platformë apo në një sektor radar të gjitha shqetësimet e tyre dhe për të marrë zgjidhje. Nga ana tjetër është premtuar që nëse nuk do marrin zgjidhje problemet e qytetarëve, atëherë do të ketë edhe duhet themi penalizime për drejtuesit, drejtorët apo nga ana tjetër institucioneve, agjencive, gjithmonë nëse nuk ka marrë zgjidhje për faj të pushtetarëve. Por përpos këtyre zhvillimeve që ka të bëjë dhe me qeverinë, tashmë zoti Rama mbledh në selinë e Partisë Socialiste ministrat e cilët kanë dhe postë drejtuesësh politik dhe për t'ju dhënë porosi dhe për të filluar dhe një tur më pas në të gjitha qarqet, ku drejtuesit politik së bashku me deputetët, drejtorët, por nga ana tjetër kryetarët e bashkive, ku është Partia Socialiste në krye të këtyre bashkive, kryetarët e degeve, do të mund t'ju shpjegohet atyre 3 dokumenta, si Prania Besnike, si Besa, por dhe Pasqyrë Albania, që më pas ta kenë dhe ato gjatë fushatës elektorale në momentin që do dalin në territor për të kërkuar votën e qytetarëve, të kenë mundësi dhe ta implementojnë, duhet themi të gjitha ato çfarë është shkruar në këtë dokumenta që t'ja shpjegojnë më pas dhe qytetarëve, ku objektivi i Partisë Socialiste tashmë është të fitojë sa më shumë bashki apo të gjitha, nuk ka një limit përse përket majorancës socialiste për fitimin e bashkive, ku tashmë nuk do të jenë 61 po 46, duke u referuar projektit të kësaj force politike për ndryshimin e territorit, ku duhet të miratohet sipas objektivit të majorancës në parlament, duhet të miratohet deri në fillim të tetorit reforma territoriale, ku do të garohet në zgjedhjet e ardhshme që pritet të zhvillohen mes prillit ose në dy të diellat e para të majit për 46 bashki. E qartë, Fiorella Beleshi të falenderoj për të gjitha informacionet e fundit që na përcolle.